Kjo është që doja të tregoja, vetëm kjo tavolina këtu kushton 20.000 dirham, domethënë 5.000 euro. Okej. Nuk e di unë çka ka këtu për 5.000 euro, po unë di të them që me atë mermerin tona ndej mund ta bëjmë pak më lirë ose shumë më lirë. Domethënë, janë ca produkte që apo ca lloj shërbimesh që ne i kemi, thjesht i kemi ekspozuar në vendin e gabuar. Domethënë, mund të kesh mundësi po të sjellësh materialet që janë ndej këtej, të bën goxha punë. Çfarë mendimi kemi kështu? Po, mendoj që duhet të kemi lidhje të dhura që të sjellim nga Shqipëria me kompanitë dhe firmat që kemi këtu njohje. Mendoj që mund të kemi pozitivitet. Ti që ke vilat e këto, gjithë klientët e vilave, logjikisht Patjetër që do t'ja reklamojmë. po duhet vinë përpara kompanitë. Po nuk erdhi kompania, po nuk solli produkte, po nuk solli këtë katalogjet e bukur, këtë një website të mirë, këtë rrjete sociale. Domethënë, unë jam shumë për pjesën e marketingut. Vërtet, shumica e njerëzve që kanë kompani në Shqipëri nuk mbajnë shumë mirë strukturë. Që do të thotë është pronari, ka familjen e vet, çuni xhajës menaxher, goca tezes në financë, edhe ai ka punë. Muhabeti është që ti je ndërkombëtar, duhet të kesh strukturë, duhet të kesh çuni xhajës marketing, domethënë që të bën ato social media, po duhet të jetë një usta, që të merret tamam me pjesën e shitjeve dhe të jetë të ditë çfarë po bën, në pak fjalë.